Nuk e di sa keni mujt me vrejt, veç nashti edhe keni pa që ma shumë tifos kanë në për turnire, se sa në Superligën e Kosovës. Arsyet ndoshta edhe nuk dijen, po sipas të gjitha gjasa interesimin në futbollin kosovar nuk është edhe çaq i madh, edhe pse në ligën e parë, në ligën e dytë ka më shumë tifos se sa në Superligë. A janë të ushqit loj, as janë të ushqit loj, nashta që kjo e esenca, ose mundet më konë edhe një fakt tjetër, i cili është orari jo i përshtatshëm i ndeshjeve që zhvillohen në Superligë. Pasi normal, shumica e njerëzve janë në punë edhe nuk mundën në atë kohë me shku me këshyr klubin e zemrës. Tash kam javë të regu një video tjetër gjatë ndeshjes Lepenci Sharri, i cila është zhvilluar në Besnik Begumca, dhe me thonë në ligën e dytë të Kosovës, por interesimi i tifozëve ka qenë shumë i madh. Shikoni videon edhe e komentojnë bashkë pastaj. Besoj që ta shepate edhe videon, dhe çka mendoni ju, çka duhet të ndryshoj Superliga që të ketë më shumë tifos në stadiume? Pas interesimit tani për tani është shumë i dobët. Dhe ku mendoni që është problemi i kësaj pune?